Vëllezër dhe motra të nderuara besimtare. Allah i lartësuar na krijoi dhe na tregoi arsyeën ardhjes sonë në jetën e kësaj bote, e që është adhurimi. Përveç se na tregoi që ne kemi ardhur në këtë botë që të adhurojmë Allahun e lartësuar, ai na begatoi edhe me mirësi, na lehtësoi rrugën e adhurimeve, si dhe na ofroi çdo rrethon dhe çdo mundësi me të cilën na mundson që ne të jemi besimtarë me të devotshëm. E tërë kjo nga bamirësia e tij absolute dhe bamirësia e tij e pakufishme. Vëllezër dhe motra të nderuara, duke qenë se prej cilësive të Allahut lartësuar është bamirësia, Allahu e don shumë që gjurmët e cilësive të tij i sheh të manifestuar tek krijesat e tij në tokë. Prandaj jo rastësisht e lexojmë në librin Allahut lartësuar fjalën ku ai thotë: "Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin", dhe bëni mirë se vërtet Allahu i don bamirësit. Të flasësh për bamirësinë është temë tepër e gjerë. Mirëpo, ajo që është bamirësia më e madhe, bamirësia më kulminante dhe më perfekte, është ajo që na tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith kur angjëlli kryesor Xhibrili alayhis salam erdhi tek profeti dhe e pyeti se ç'është ihsani. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Ta adhurosh Allahun sikurse je duke e parë, mirëpo edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty." Prandaj, paramendoni vëllezër dhe motra të nderuara besimtare, kur një njeri i cili vepron mirë, bën bamirësi duke u nisur nga ky parim, e që është ta bëjë një punë sikurse është duke e parë Allahun e lartësuar. Mirëpo, edhe pse e din që ky nuk ka mundësi që ta shoh Allahun, mirëpo e din që Allah është duke e parë, paramendoni se çfarë vepra burojnë nga duart dhe gjymtyrët e këtij njeriu. Padyshim, veprat e tij do të jenë më të bukrat, do të jenë më të mirat dhe mënyrën më perfekte të mundshme. Prandaj, njeriu i tillë synon që krahas Allahut lartësuar të jetë i devotshëm, mirëpo edhe ndaj krijesave të jetë sa më i dobishëm. Thot Allah i lartësuar në surën Nisa, ajeti 36, "Adhuroni Allahun dhe mos i përshkruani atij në adhurim askë tjetër", pra duke filluar me bamirësinë më të madhe, e që është ajo bamirësia karshi Allahut të lartësuar. Ajeti vazhdon edhe na porosit Allahu me bamirësi ndaj prindit, me bamirësi ndaj fëmijët të afërt, fëmijët të largët, me bamirësi ndaj jetimit, ndaj të varfrit, ndaj atij i cili ka mbetur në rrugë dhe ndaj gjithë atyre të cilët janë nën pushtetin ton. Dhe përfundon ky ajet kuranor ku Allahu na njofton se Allahu nuk i do ata të cilët janë arrogant dhe ata të cilët janë burravec. Të nderuar besimtarë, të nderuar besimtare, duke qenë se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, le të përpiqemi që secili prej neve të kemi një piknisje të tillë dhe një parim të tillë në jetën tonë, që veprat tona t'i bëjmë sikurse jemi duke e parë Allahun e lartësuar. Mirëpo edhe pse ne nuk e shohim atë, ai Allahu fuqiplot vazhdimisht neve na sheh. Në këtë mënyrë, çdo vepër të cilën ne e veprojmë, çdo bamirësi të cilën ne e bëjmë, ajo do të jetë në mënyrën më të bukur të mundshme. Për arsye se ju siç e dini, bamirësi nuk është vetëm dhënia e të hollave ndaj të varfërve, mirëpo bamirësi është të shprehësh kujdes ndaj të dashurve tu, t'u thuash fjalë të mira atyre, t'jesh i kujdesshëm për ta, ta vizitosh të sëmurin, ta ushqesh të varfrin, t'i japësh për të pirë atij i cili është i etur e kështu me radhë. Andaj, për fund, e lutim Allahun e lartësuar që na bëj besimtar të devotshëm, e lutim Allahun e lartësuar që na mundsoj që vazhdimisht në çdo vepër dhe çdo hap që ne e hedhim në jetën tonë, ta bëjmë duke pasur në mendje Allahun e lartësuar. Ta kemi në mendje që Allahu na sheh
na vështron dhe se ai na shpërblen për çdo mund dhe nuk ja humb mundin bamirësve. Zoti ju shpërbleft. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.